Kërkush nuk për jamohën në faktin Messit që boni performancë perfekte. Po nëse drejtësia i shkon në vend, që ke para nuk i shkon fal. I shkon rezultati momental në qatë kohë 2-0, nëse i shbodha aksioni kur ja dha Egjipti gollën e dytë tjetrën, i shkon 3-0. Po tjetër është që presidenti i FIFA-s, Sheli, domethënë, e ka të preferuar Lionel Messin. Po ashtu e këm edhe këtë faktin tjetër, e njëjta situatë. Domethënë kur Argentina e shënon gollën që e bën 3-2, në solëm domethënë kishte faull, por nuk u shikua ky rast. Po une pja ulqoj një video. Qërën edhe vetë e vërtetënë. I njëjti rast patë ndodh edhe kundër kur luajti me Austrinë nëse nuk ka bëjë shito. I njëjti rast, as që u kthye referi, qëre që i pisket klinaj, të i thonë nuk ka faull, anirit gati a thej kamën. Që kjo ma bind muë, dhe më thonë nasha jem gabim, po dhe muna mës me kon gabim. Që prej presidentit FIFA-s, ato dhe më thonë kryesorit FIFA-s, e derit e sigurimat e FIFA-s, i një muin Messit që gjithqysh më bo maj fort se Ronaldo. Tasht kësen është veçmenimi jem, nuk mundet më ma jeq kur kërkush këtë menim. E ju përqëndes, e kalofshi mirë me këtë fëtët që kështu ishte në siklet, i ndërumi presidenti i FIFA-s pasi Egjipti e pa të bo rezultatin 2-0.